Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kombëtarja shqiptare e futbollit vijon përgatitjet për 2 ndeshjet e muajit qershor të vlefshme për kualifikuesit në botrorin 2026. Vëmendja kryesore është në përballjen me Serbinë në 7 qershor në arenën kombëtare. Në seancën e parë stërvitore, Armando Broja ishte shqetësimi kryesor për shkak të një problemi muskulor. Muçi, Ajeti, Hasani dhe Ozuni pritet i bashkohen ekipit kuqezinë stërvitje. Ndërsa Aslani dhe Mita, edhe pse ishin të angazhuar këtë fundjavë me skuadrat e tyre, janë bashkuar grupit dhe gëzojnë formë të mirë fizike. Në stërvitjen e parë të pranishëm ishin dhe 3 futbollistë nga superiore shqiptare, si Rimal Haxhiu, Akileu Ndreca nga Tirana, si dhe Arli Përgjoni nga Bylisi. Tension para ndeshjes me Shqipërinë në eliminatorët e Kupës së Botës. Në një konferencë për shtyp, trajneri Stojkovic kritikoi disa që sipas tij duan të krijojnë gjendje lufte. Ne ndodhemi në një moment shumë të rëndësishëm për futbollin kombëtar serbe. Është fillimi i eliminatorëve dhe çdo ndeshje është e rëndësishme jo vetëm ndaj Shqipërisë, por edhe ndaj Andorrës, Anglisë dhe Letonisë. Do të përpiqemi të grumbullojmë sa më shumë pikë, të meritojmë sa më shumë pikë për të arritur qëllimet tona, dhe objektivi është që Serbia të jetë në kampionatin botror vitin që vjen, tha Stojkovic. Do të përgatitemi që të luajmë sa më mirë që të mundemi. Kjo duke respektuar përfaqësuesin e Shqipërisë, që është një grup shumë i mirë, ka lojtarë shumë të mirë dhe është shumë e motivuar, tha trajneri i Serbisë. Ish trajneri kombëtares shqiptare Xhani Debiazi, i cili dërgoi kuqezinë për herë të parë në European në intervistë televizive, vlerësoi se sfida e 7 qershorit është një ndeshje e rëndësishme dhe e vështirë. Serbia është një skuadër e fortë dhe do të luftojë me Shqipërinë për vendin e dytë në grup, sepse vendi i parë mund të takojë Anglisë. Ne jemi të vendosur me përgatitjet fizike, kemi një rrugë përballë, tha Xhani Debiazi. Në përballjen ndaj serbëve në futboll, kërkesat për bileta kanë kapërcyer numrin e 200.000-ve, por çmimet në tregun e zi apo në faqet online që përdoren nga mbajtësit për rishitje janë vërtet të kripura. Në sektor të ndryshëm të stadiumit, duke nisur nga pasporte dhe deri tek tribuna VIP, biletat në rishitje variojnë nga 180 deri në 1.500 euro. Në sektorin e tribunës VIP të arenës kombëtare, ende janë në shitje 2 bileta me çmimin 1.500 euro për secilën. Ndryshe nga erat e tjera, Federata Shqiptare e Futbollit për ndeshjen kundër Serbisë si fillim hapi procesin e aplikimit për bileta dhe më pas do të kishte një zgjedhje rastësore automatike. Për këtë shkak, Federata ka shtyrë dhe me 2 ditë procesin e shortit elektronik. Policia e shtetit ri masat e sigurisë për ndeshjen Shqipëri-Serbi në arenën kombëtare në datën 7 qershor, për të parandaluar incidentet e mundshme, edhe pse në stadium nuk do të ketë tifoz serb. Policia e Tiranës vendosi për boshatisin e bizneseve në ambientet e stadiumit. Bizneset pranë arenës kombëtare ishin duke çmontuar hetime dhe tendat pas kërkesës së Bashkisë së Tiranës, Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit dhe policisë. Disa prej administratorëve të bizneseve shprehen se po u bëhet një dëm financiar i pajustifikuar. Kombëtarja shqiptare e futbollit luan të shtunën në orën 20:45 kundër Serbisë në arenën kombëtare të Tiranës. Sfidë kjo e vlefshme për grupin K, kualifikues të botës 2026. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.